judej. Edhe ai Mike Huckabee i rrinte kështu si budalla para Tucker Carlson. Edhe do të them ai është i obsesuar, sikur ka qenë edhe baba i tij, me vrasjen dhe zhdukjen e islamit. Atë nuk e zoi gjumin. Ai përpara një jave mbajti një leksion diku në Izrael, ku i thoshte shifutëve, neve thoshte kemi plagosur këtë boshtin shiit, dhe tani pas këtij thoshte ne do merremi me boshtin sunit dhe vllazërinë myslimane, që do thotë Turqia. Po. Dhe ai është i obsesuar, ai do Biles kishte dalë edhe njëri, ish former Prime Minister of Israel, pra ish kryeministri i Izraelit, sepse unë realisht mendoj se ne jemi të gjithë të rrezikuar. Domethënë këta bastardët, të cilët janë prodhues armësh, kontrollin naftës e të gjitha me radhë, du me na përdor neve si dëm kolateral. Tani edhe unë këto nuk e lejoj dot në botë vlla. Unë nuk mendoj se nuk ka diktator, unë mendoj se gjithë shtetet kanë diktator vlla. Pra çapo më duhet mua ka diktator Irani kur unë kam diktatur në Shqipëri. Është diktatur Amerika, është diktatur Izraeli, diktatur Franca, Gjermania, po ashtu. Domethënë kush e kanë këta demokratët e mëdhenj që e shpërndakan demokracinë me bomba vlla. Se këtë nuk e kuptoj dot domethënë. Por ai tha diçka. Turqia është the new Iran.